Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vdekjen e 3-vjeçarit Brian Spahiu, i cili humbi jetën pas një ndërhyrjeje dentare në klinikën Splendent rreth 2 vjet e gjysmë më parë, duke dërguar për gjykim 7 persona, 3 nga të cilët do të përballen me akuzën vrasje nga pakujdesia. Me këtë akuzë të rëndë do të dalin përpara drejtësisë mjeku Roland Xhaxho, pronari i klinikës, vajza e tij mjekja Ina Xhaxho dhe mjekja Marta Xhina. Mjekët Roland Xhaxho dhe Marta Xhina po ashtu do të përballen edhe me akuzën mashtrim të kryera në bashkëpunim, ndërsa Ina Xhaxho, krahas vrasje nga pakujdesia, akuzohet edhe për veprat penale, mashtrim në bashkëpunim dhe ushtrim të aktivitetit të paligjshëm. I mituri u nënshtrua një ndërhyrjeje dentare në 14 dhëmb te klinika Splendent, e drejtuar nga mjekët Roland dhe Ina Xhaxho. Pas ndërhyrjes 3-vjeçari u lejua të kthehet në shtëpi, por brenda pak orësh ai u përkeqësua dhe u dërgua në gjendje kome dhe insuficiencë respiratore akute në Spitalin e Pediatrisë në Qendrën Spitalore Nën Tereza, ku edhe ndoroi jetë. Sipas dosjes hetimore, gjatë ndërhyrjes dentare dhe procedurës së anestezisë, janë konstatuar shkelje të rënda të protokolleve ndërkombëtare dhe praktikave mjekësore, të cilat sipas ekspertizës kanë lidhje të drejtpërdrejtë shkakësore me vdekjen e fëmijës. Hetimet kanë evidentuar gjithashtu shkelje të protokolleve mjekësore nga ekspertët mjekoligjor Elton Serani dhe Erindo Allo gjatë autopsisë, si edhe nga mjekët roje të pediatrisë Durim Sala dhe Vladimir Hoxha për mos zbatim të procedurave të trajtimit në momentin kur i mituri u paraqit në spital.